Edhe unë mbaj mend ditët e para kur morë skenarin, kur morë vendimin. Në fakt, edhe do doja për shikuesit me u kthy bashkë në kohë, kur vendose me e marë këtë skenar, edhe ai entuziazmi që sar me këtë shfaqje, unë kam me shku edhe jashtë Kosovës. Edhe ja dole. Edhe ja dola. Po, në fillim unë kur e kam pa të edhen, e kam pa në Prizren, në gjuhën turke shfaqjen, edhe më ka pëlqyer shumë teksti. Regjia leke shumë për të dëshiruar atje, po tekstin pëlqej shumë. Edhe kontaktova me regjisorin që e kish bërë shfaqjen edhe i thash, a ka mundësi ma dërgu tekstin, po tha ti qysh s'u ne kupton se është në gjuhën turke, i thash dërgom atë, thash se ja bëj zgjidhjen unë. Edhe çova me përkthy, edhe mandej lexova, ja u dërgova edhe aktorëve me lexu tekstin, edhe ju pëlqej shumë, edhe mua edhe aktorëve, edhe do isha sar një regjisor turk, me qenë se tekst shkruesi turk, po tekst shkruesi turk, edhe koncepti turk, edhe do isha edhe regjisori me qenë turk. Na jemi mësu me thonë, jo se Turqia, jo se traditat, nuk i kemi të njëjta, jo anena, jo krena, po e shomi viç, na e shomi viç ka pali qarshin. Apo kuptan, e nuk e shohem një diapazon ma të gjon, sepse Turqia e ka një industri tjashtë është Hollywood në veti, edhe kështu që kom dasht me pas një regjisor turk, edhe mandej kom ra në kontakt me regjisorin, edhe në momentin që kom ra në kontakt, a i ka pranu me shumë qef me ardh, edhe normalisht mandej kemi diskutu, qysh mja bo, tek mja bo, edhe kisha qef që premierën e shfaqjes me dhonë jashtë Kosovës. Edhe normal me disa probleme, cilat i dënë shumë mirë, me disa probleme arritëm që me dhonë shfaqjen në Samsun të Turqisë.